Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla wa ala falenderojmë, salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Lezer, ne kemi përfunduar me ndodhit të cilat kanë të bëjnë me betejën e Uhudit. Megjithatë, për shkak të numrit të madh të ajeteve që kanë zbritur për betejën e Uhudit dhe për shkak të detajeve të shumta të cilat janë transmetuar për këtë betejë, do të ndalemi sot në nxjerrjen e disa mësimeve, gjithsesi 10 mësimeve dhe dobive nga betejë e Uhudit. 10 mësime dhe dobi të cilat i ka cek Allahu xhella xhelaluhu në ajete të ndryshme që kanë zbritur për këtë betejë, ku do të mundohemi që ta gjejmë secili veten tonë në këto ajete të cilat Allahu i ka zbritur për shokët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe realisht kjo është shkaku dhe kjo është synimi përmes së cilit ne synojmë që me analizën e jetëshkrimit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam mundohemi që të marrim prej urtësive të cilat kanë zbritur qoftë në fjalët e Allahut ose janë theksuar në thënjet e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam lidhur me këto ndodhi dhe me këto rrethana të cilat i ka përjetuar pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. 10 dobi ku fokusi kryesor i këtyre 10 dobive do të jetë te rinia. E me që shumica prej jush janë të ri, kisha thonë që secili të mundohet ta gjej veten e tij në këto 10 dobi të cilat do t'i cekim. Pse e përmend rinin? Për shkak se rinia ose faktori rini në betejën e Uhudit theksohet pak më shumë se sa në beteja tjera. Jo se vetëm të rit kanë rënë shahida në këtë betejë, por se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në fillim të betejës zgjodhi mendimin e shumicës së rinisë, të cilët donin që dilnin në fushë betejë, gjithsesi në buzë kodrës së Uhudit për ta luftuar armikun e tyre. Kështu që pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam do të konsultohet me ta, por ama me ndodhi dhe me kaosin i cili do të krijohet pas tërheqjes së shigjetarëve nga vendi i tyre, do të shohim se plot prej këtyre trive do të tërhiqen dhe madje një pjesë e tyre do të përfundojnë në qytetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dobit nga kjo betejë janë shumëta, ne sa ligjërata janë atu fol rreth kësaj beteje. Dhe secili gjen këtu atje dobi ose e gjen veten e tij në një prej situatave të sahabëve të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Megjithatë këto 10 janë cek në disa prej ajeteve të librit Allahu xhella xhelaluhu dhe ne thamë që për këtë sure ose për këtë betejë falni kanë zbritur një numër i madh i ajeteve nga libri Allahu xhella xhelaluhu. Dobi e parë. Rëndësia e marrjes së shkaqeve. Rëndësia e zbatimit ose praktikimit të ligjeve të Allahut në këtë dynja. Me fjalë tjera, nëse analizojmë sirën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam përgjithësi dhe betejat e tij janë veçanti, do të gjejmë këtë karakteristikë tek i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam. Se ai do t'i merr të gjitha shkaqet, do të dërgon njerëz të cilët do ta paraprinë armikun, do të përgatit paraprakisht terrenin, do t'i merr vetëm njerëzit e rritur në betejë, kështu me radhë, do t'i merr të gjithat shkaqe materiale, të cilat mund të merren përpara se të futet në betejë. E kur të futet në betejë, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, atëherë do të fillojë me lutje ndaj Allahut dhe me mbështetje të plotë. Nga besimi i ehli sunetit dhe xhamatit është se marrja e shkaqeve konsiderohet nga mbështetja e robit tek Allahu xhelle xhelaluhu. Me fjalë tjera, unë shpesh e sjell një shembull i cili ndoshta duket pak banal, por ama e thjeshtëson meselen. Kjo është si me thonë një njeri i ri, një djalë i ri, që unë du të kem shumë fëmijë. Po i themi, pikur je martuar, thos jam i martuar. Ama du të kem fëmijë. Po prej nga vijnë fëmijët? Prej barkut ton ti i blen dyqan, prej ka i gjen ti këto fëmijë? E themi që ky njeri me thënien e tij unë du të kem fëmijë, në minjar themi kjo është gënjeshtar në pretendimin e tij se don fëmijë. Pse? Për shkak se nuk ka marrë shkakun bazik i cili konsiderohet rregull prej rregujve të Allahut në këtë dynja. Ajo se me do e mos
që të kemi çift mashkull dhe femër, dhe ata dy të bëjnë një ose më shumë fëmijë. E ky njeri është vetëm një rapal dhe thotë unë du të kem shumë fëmijë. Themi që pretendimi jot që unë jam mbështet në Allahun, që ai të më sjell fëmijë nuk është pretendim i sinqert. Duhet merret sebepi dhe më pas çfarë? Me thonë Allah jepën fëmijë. Apo? Pastaj me bë dua. Po ti e merr sebepin, ti e bën atë që takon ty dhe e lut Allahun që Allahu ta bëj atë e cila i takon Allahu xhelle xhelaluhu. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, përpara se të niset në fushë betejë, gjëja e parë konsultohet me sahabët. I merr më të vjetrit, pastaj i merr të rit, me gjithë konsultohet. E dim që i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam zgjodhi mendimin e shumicës, të cilët ishin të rinj dhe nuk kishin marrë pjesë në betejën e Bedrit, e të cilët dëshironin që të takojnë armikun në fushë betejë dhe ta shpartallojnë armikun atje. Doli pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, përpara tyre, bisedoi me ata, u konsultua me njerëz të cilët kishin prapavi ushtarake. Mori mendimin e tyre dhe pasi i bani të gjitha këto i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi. Kur vendosi, u kthye në shtëpinë e tij. Veshi njënën parzmor, ja veshi Ebu Bekri dhe Omeri, pastaj veshi të dytën, pastaj vendosi helmetën e tij, pastaj nxori shpatën e tij dhe doli i përgatitur për luftë përpara gjithë njerëzve. Po të kishte thënë pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam, nuk ka nevojë as parzmore, as shpatë, unë e marr shkopin, se unë jam pejgamberi Allahut. Edhe unë mund të bëj mrekulli dhe çuditëra në fushë betejë. Ja, nuk shkon kështu në dynja. Mrekulli dhe çudirat Allahu xhelle xhelaluhu nuk i ka prun këtë formë, i ka prun forma tjera. Andaj pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam ka bërë maksimumin që mund ta bëjë një lider tjetër jashtë pejgamberëve. Për të na mësuar neve vëllezër, që ne si njerëz duhet i marrim shkaqet dhe në marrjen e shkaqeve të cilat japin sukses dhe ndihmë, duhet i mbështetesh Allahut xhelle xhelaluhu. Fa idha azamta, Allahu thot, fa idha azamta fatawakkal ala Allah, dhe kur të marrësh vendim pas istisharetit, pas konsultimit, fatawakkal ala Allah, atëherë mbështetju Allahu xhelle xhelaluhu. Thënia haj se linë rabën kallët për jashtë, kërkush se prekën, gjithë ditë, gjithë natë kanë vjedh. Jo, lidhe devën, pastaj mbështetju Allahut. Mos e linë zgjidhet, se ikën ajo. Rregulli i Allahut në tokë. E kjo është shumë e rëndësishme për rinin tonë, vëllezër. Rinia jonë mendojnë suksesin, rinia jonë mendojnë e përsin ndaj tjerëve në punë, dynjas dhe të ahiretit, ama tu fletë. Ama tu pat maksimumin e përtacis. Ama duke mos dash sakrifikon 1 minutë nga koha e tij. Po gjithë këto burra që ne i numrojmë emrat e tyre dhe i përmendim biografitë e tyre, këta vëllezër nuk kanë kursyer nga koha, mundi, sakrifica, pasuria dhe gjithë çka kanë pat për hir të Allahut azza wa jalla asgjë. Asgjë vëllezër. Ne s'mund ta bëjmë krejt këtë, po kush ka kohë let mos kursen nga koha e tij. Kush ka pasuri let mos kursen nga pasuria e tij. Kush ka inteligjencë let mos kursen nga inteligjenca e tij. Kush ka autoritet let mos kursen nga autoriteti i tij. Rrallë janë ata cilët i mbledhin 3 ose 4 prej këtyre gjërave. Po nëse e gjen vetën një prej këtyre, mos kurse asgjë për hir të Allahu xhelle xhelaluhu. Asgjë valla. Përndryshe nuk arrihen gjërat e mëdha me rehatin këtë dynja. Gjithçka arrihet me lodhje. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është shembulltyra më e mirë në këtë gjë. Shembulltyra më e mirë. Andaj merr shkaqet, mbështetet në Allahun dhe na mëson neve se si duhet veprojmë në këtë dynja. E dyta vëllezër. Kjo betejë është betejë shoshitse e besimtarëve. A e kuptoni fjalën shoshit? Do me thonë e dan të mirën nga e keqja. Merr kokra edhe i ndan, i shoshit. Edhe mbetet e mira ose mbetet e keqja, e mira bien poshtë. E betejë e Uhudit është shoshitja e besimtarëve. Ajo e ka shoshit këtë shoqëritë muslimanëve. Pse ashtu vëllezër? Nga se Allahu xhelle xhelaluhu ju dha besimtarëve fitore të madhe në betejën e Bedrit. Betejë kjo, e cila i bëri muslimant që të kenë një lloj autoriteti të veçantë nga dishullin arabik. Sa që i bardhje i ziu, i verdhi dhe i kuqi të gjithë dëgjuan për këtë
shtet të rinj krye me pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam. Por ama kjo do të rezultojë që në Medinë një grupe atyre të cilët vetëm shikonin se ka kush do të jetë fitoria dhe tanojnë ka ata, ky grup do të hyjnë në Islam vetëm sipërfaqësisht dhe këto janë ata cilët do të njihen si munafiqun. Dhe këta njerëz duhet të jenë pjesë e jona. Do të marrin pjesë në mezhliset tona, do të marrin pjesë në vendimarrje, do të marrin pjesë në konsultim bashkë me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam, madje disa prej tyre do të marrin pjesë në njësitë spione të cilat do t'i dërgoni dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me sahabët. Do të jenë pjesë e jona. Betejë e Uhudit, këto do t'i nxjerrnë në sipërfaqe. Muslimanët, dietari dhe jo dietari gjithë do ta dinë se kush me ka ashtë. Gjithë do ta dinë kush ku qëndron. Fillimi i shoshitjes do të jetë me betejën e Uhudit. Po kjo shoshitje do të vazhdoj betejë pas beteje, situatë pas situate. Dikush me njëherë do ta tregoj veten e tij, dikush tjetër shumë më vonë, për shkak të aftësive të tija për ta fsheh realitetin e tij. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Allahu tha, mosu dëshproni, as mosu pikloni, wa antumul a'laun, ndërsa ju jeni më të lartit. Me një kusht, thot Allahu, in kuntum mu'minin, nëse ju jeni besimtar. E Allahu aludon në këta jetë që lartësia e përsia e njerëzve ndaj të tjerve është e lidhur me imanin e tyre, jo me diçka e cila preket tek ne. In kuntum mu'minin, Allahu aludon që munafiku nuk mund të jetë nga njerëzit e lartë. Pse? Nga sa çfarë është? Nuk është mu'min, apo? A Islamin e ka si përfaqësore, maksimumi që mund të jetë çfarë? Është muslim. Nga se imani nuk ka hyrë në zemrën e tij. Ai imanin e ka në sipërfaqe. E shohim që vjen në xhami, e shohim që ulet me ne, e shohim që ndonjëherë flet gjëra pozitive, po shpesh flet gjëra negative. Kështu që është munafik. E Allahu thot: "Wala tahinu, wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Mosu dëshproni, as mosu pikloni, mosu dëshproni për atë që ju ka godit, as mosu pikloni për ata që i keni humbë në betejë. Wa antumul a'laun, dërsa ju jeni më të lartit, në qoftë se jeni besimtar. Vazhdon Allahu dhe thot: "I yamsaskum qarhun, faqad massa al-qawma qarhun mithlu." Nëse juve ju ka godit një plag, nëse juve ju ka godit një rëndësi, nëse juve ju ka godit një sprov, dijeni që edhe ata i ka godit një sprov. Kush janë ata? Mosbesimtarët. Janë mosbesimtarët. Me fjalë tjera, sikur Allahu xhelle xhelaluhu ju flet sahabeve që vuajtjet tuaja pas betejës së Uhudit nuk duhet të jenë, domethënë, aq të fokusuar në veten tuaj. A nuk e mendon ndonjëherë sprovën, plagët, goditjen, vuajtjet e armikut tënd? Se kjo ta lehtëson vuajtjen tënde. Ti me atë me cilin ke dalë në betejë, ti ja mendon se ai ka dalë në betejë dhe vetëm ka shëtit dhe shkry shtëpinë e tij? Edhe ai është dëmtuar, edhe ai është lodh, edhe ai është raskapit, edhe ai ka humb njerëz të dashur. Allahu ju thot sahabeve: "I yamsaskum qarh, faqad massa al-qawma qarhun mithlu." Nëse juve ju ka godit një sprov, dijeni se edhe ata ai ka godit diçka. Nuk jeni të vetmit, edhe ju edhe ata janë godit. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas." Edhe këta ditë, thot Allahu, ne i sjellim mes njerëzve. Japim fitore njërit një ditë, pastaj i fitoren japim atij tjetrit. E kështu me radhë. Fitoria njëra është ka ky, e pastaj është ka ky tjetri. Nuk mund të jetë gjithmonë vetëm nga njëra palë. Edhe këtë dëshpërim që sot e shohim tek muslimanët, këtë humbje dhe këtë dobësi dhe këtë poshtrim që e gjejmë ne sot në umetin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kujtoje gjithmonë fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas." Dhe këto ditë ne i sjellim mes njerëzve. Nëse dikush është sot triumfues, nuk do me thënë se nesër do të jetë triumfues. Edhe kundërta. Nëse dikush sot humb, nuk do me thënë se ai nesër humb. "Wa tilka al-ayyam nudawiluha." Por Allahu xhelle xhelaluhu ka bërë rregullat përgjithshme të funksionimit të kësaj dynjaje. Rregullat të cilat ne duhet t'i zbatojmë që Allahu xhelle xhelaluhu të jep triumf dhe të jep fitore. Vazhdon Allahu dhe thot:
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, që Allahu t'i dalloj për jush ata që besuan dhe Allahu të zgjedh shahida. Vazhdon Allahu dhe thot wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, e Allahu nuk I do të padrejtit. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dhe që Allahu t'i shoshit ata që kanë iman. Dihet kush është Ebu Bekri, të dihet kush është Ebu Dujane, të dihet kush është Saadi, të dihet kush është ky tjetri, ai tjetri, Hamza e ky tjetri. Secilit Allahu ja jep pozitën që meriton. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dhe që Allahu të zhduk ose të azgjësoj mosbesimtarët. Si në momentin që ata dolën kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e luftuan të dërguarin Allahut, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, është shtuar mlefi Allahut ndaj atij populli I cili ka derdh gjakun e pejgamberit të tyre. Ata derdhën gjakun e dërguarit Allahut alayhi salatu wasallam. Me këtë është shtuar mlefi Allahut ndaj këtyre njerëzve. Wa yamhaqa al-kafirin, Allahu thotë që Allahu t'i azgjësoj këta mohues mosbesimtar. Andaj vëllezër, nëse fitoria do t'ishte gjithmonë aleati besimtarëve, gjithmonë do të fitonin musliman, një Bedër, pa I dyti, pa I treti e kështu me radhë, dal nga dal këta sahabe do të fillonin të ndjenin arrogancë në zemrat e tyre. E kjo arrogancë nuk është e shëndosh për thirrjen e një pejgamberi. Kjo kryelartësi, e cila mund të vjen nga mirësitë e shumta me cilat Allahu ja jep atyne, ka mundësi që thirrja e këtij pejgamberi me pasuesit e tij mos tjetë mo kjo thirrje e shëndosh dhe sinqert. Pse? Për shkak të arrogancës, për shkak të kryelartësisë dhe për shkak të vetë pëlqimit I cili ndoshta do të ishte infiltruar në zemrat e disa prej tyre të cilët e shoqëronin pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. E Allahu zbriti ose Allahu bëri që të ndodh kjo betejë, dhe kjo që ndodhin këtë betejë, që dahen safet, që të ndahen radhët e besimtarëve. Kush është I sinqert, nga I cili nuk është aq I sinqert, nga munafikët, të cilët hynën në betejë, vazhduan me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam 1 kilometër deri 2 kilometra dhe u kthyen në krye me 300 burra. Prej ushtrisë pejgamberit Allahut alaihi wasallam dhe lan pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje. E Allahu çfarë tha? Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi. Allahu nuk do t'i lanë besimtarët në gjendjen në cilën jeni ju sot. Nuk I le Allahu. Nuk mund të jenë përzim, mos besimtar, munafik, besimtar, nuk dihet kush çka është. Allahu nuk e le gjendjen kështu. Pse? Për shkak se jemi tu fol për pejgamberin e Allahut dhe thirrjen e tij. E thirrja e pejgamberit Allahut duhet të jetë e qartë. Shenjat e karakteristikat e kësaj thirrje duhet të jenë të qarta. E Allahu thot, kjo paqartësi nuk mund të vazhdojë kështu. Duhet ndodh diçka e cila do t'i shoshit radhët e sahabëve të pejgamberit Allahut alayhi as-salatu wassalam. Vazhdon Allahu dhe thot: "Hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib", derisa të ndahet I miri nga ati I cili është I prishur dhe I degeneruar. Nga I cili në Medinë ndoshta falej me ne, nga I cili kur ishte me ne, po kur ishte me ata, ishte me ata. Që dahet ai nga I cili ishte 100% I sinqert me pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam. Dobia e tretë vëllezër është që mëkatet janë shkak I disfatave dhe humbjeve të muslimanëve. Ne këtë shpesh e përsërisim. Mirë po sahabët e kanë ndjejnë lëkurën e tyre. Kanë ndjej se çka do me thonë urdhri I pejgamberit tënd alayhi salatu wassalam, qëndro këtu dhe mos lëviz nga vendi. Mendoje që këtë urdhër të ta kish thënë ty pejgamberi Allah alayhi salatu wassalam. Qëndro këtu dhe mos lëviz nga vendi. A kishim qëndru? Apo ishim josh me atë që shohim teren? Sot a qëndrojmë ne në atë në cilën ishte pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam? Apo na joshin gjërat për rreth? Na joshën humbje e kohës, na josh një pjesë e dynjas, na joshin fjalët e kota që I folin shumë njerëz, na joshën shpesh gjërat banale me cilat në të kalume nuk janë josh fëmijët, ne joshemi e kështu me radhë. E këto mëkate kanë gjurmë këtë dynja përpara se të kenë gjurmë dhe pasojë në ahiret.
prej gjurmëve të shëmtuara në dynja është ajo që është mishruar në betejën e Uhudit. Qëndro këtu, ose për ndryshe ndodhi ajo që ndodhi. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ju jep sahabeve udhëzime të qarta. Sahabe cilët kanë dëshmuar zbritjen e fjalëve të Allahut xhelle xhelaluhu, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitne au yusibahum adhabun alim. Le të kenë kujdes ata që e kundërshtojnë urdhrin e tij, urdhrin e kujt? E pejgamberit Allahut alayhis salam. Pse? Që mos t'i godet ndonjë fitne, sprov, ose mos t'i godet ndonjë dënim i dhimbshëm prej Allahut xhelle xhelalu. Allahu tregon për momentet e para të betejës së Uhudit, thot: "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi aydikum, idh tahussunahum bi idhnih." Dhe Allahu juve u realizoi premtimin e tij kur ju i pritshit armikun me leje prej Allahut, kur ju e fitojshit armikun me leje prej Allahut xhelle xhelaluhu. Hatta, dhe kjo ndodhi kështu. Fitoria ishte alati jon, hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr, derisa ju dështuat dhe u përçat në këtë çështje. Cilën çështje? Në qëndrimin e shigjetarëve në vendin në cilin ju ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo do të krijoj kaos, e kaosi është rezultati i përçarjeve. Pse s'ke ndejt në vend? Po ne kena ardhur në vendin, po ti shkon në vend, ti tash, edhe nëse je i sinqert, je i preokupuar dhe i angazhuar me atë i cili e ka thy urdhin e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kështu që vëlla, gjunahi që e bëjmë ne ndaj Allahut nuk ka pasoja direkte vetëm ndaj meje. Ka pasoja ndaj meje dhe ka pasoja ndaj shoqërisë në të cilën unë jetoj. Se jeta që e jetojmë ne është betejë e Uhudit. Plot prej nesh janë shigjetar. Plot prej nesh janë bartës të flamurit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Plot prej nesh janë qosheve të betejës dhe shumë prej nesh janë brenda betejës. Nëse shigjetarët e lirojnë vendin e tyre, ne do të merrim me ata. Pse lëshove vendin? Pa vjen edhe një dhe 3-4 të lëshojnë vendin. E çka ndodh? Ndodhen përçarje mes nesh dhe si rezultat i kësaj çfarë ndodhen? Dështim i gjithë projektit. Gjunahet tua ndikojnë te unë dhe gjunahet e mia ndikojnë te ti. Di Allah. Nuk ka ndryshe. Andaj betejë e Uhudit është mishrim praktik i kësaj që ndodhen për ditëshmërinë tonë. Por ama, si pasojë e saj janë vrarë 70 sahabe. 70 burra prej burrave më zgjedhur të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E Allahu e tregon këtë gjë sikur me qenë në mesin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoj çfarë thot Allah. Idh tus'idun, fjala tus'idun të ne shqipe kanë përkthy kur ishi duke u ngjit, mirë po fjala tus'idun nëse kthehemi në tefsiret e ajetit ka për qëllim ata që ngjiten në lart, por edhe ata që zbresin nga lart poshtë. Se ngjitme do me thonë tas'adun. Sidoqoftë, Allahu thot idh tus'idun wala talwuna ala ahadin war-rasulu yad'ukum. Thot kur ju u ngjitshit kodrës dhe të tjerët zbrisnin, sepse ne jemi tu fol për fush betejën e Uhudit, e cila është pak më e ngritur se fushat e Medinës. Një pjesë ngjitet kodrës dhe tjetra zbret fushave ku ishin pallmat e hurmave. Zbret në drejtim të Medinës. Allahu thot idh tus'idun, njëna këndej tjetra andej. Do me thonë është partallu ushtria e muslimanëve. Wala talwuna ala ahad. Allahu thot dhe ju nuk u ktheheshit ka askush si ju interesant. Pse? Për shkak të preokupimit të tyre me veten. E pa çka i bani armiku Hamzës. E pa çka i bani Handales. E pa çka i bani atij tjetrit. E këtij tjetrit, e askush nuk kthehet, e Allahu këtu e sjell pjesën më të rëndësishme të ajetit. War rasulu yad'ukum, e i dërguari Allahut u thriste. Mendoje kështu vëlla. Mendoje ti jesh ky person i cili është duke dezertu. Ik majtas e djathtas, ai i cili i thot ileje ibadallah, te ku në rob të Allahut të shkush. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, wala talwuna ala ahad. Allahu thot kurse ju askënd nuk e çolloni. Hiç askënd. Ani se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam flet.
Ani sa i thret në vendin tim, këtu eja, gjallë jom, nuk më kanë vra. Kjo në tregon që thyrja urdhit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam të shtyn me një të fut me një zinxhir të kundërshtimit të urdhrit të tij, edhe nëse shpesh ti merr e lexon një ajet, po e lexon një hadith, po lexon një thënie dietarit, po edhe një hadith, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, dhe pejgamberi juve ju thret në ahiret, kurse ju e keni thi urdhrin e parë, andaj tashmë nuk e kot kthehesh. Një gjuna të fut me një zinxhir të kundërshtimeve të shumta, prej së cilave nuk mund dalish vetëm se mendimin e Allahut xhella xhelalu. Një urdhër, apo? Punë e madhe. E fal Allah. Allahu e fal megjithatë. Nëse njeriu nuk ka sinqeritet plot në atë që e bën, dhe nuk ka seriozitet plot në kthimin nga ky gjina, të cilin e bën ndaj Allahu xhella xhelalu, hyn me një zinxhir ku ndoshta s'ka fund, edhe pse në shikim të parë ai na duket musliman praktikuesi i fesë Allahu xhella xhelalu, por ai ka filluar që të dezertojë nga stili me të cilin ka jetu pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, e pejgamberi juve ju thret në atë tjetër, do me thonë në ahiret, ose në vendin tjetër, në vendin ku ish pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Fa athabakum, shikoj rezultati. E kanë bë gjunahin. Pas kryerjes së gjunahit, kam ik nga vendi ku është bë gjunahi. Dhe nuk më intereson askush kush ka qenë përreth meje në kohë kur unë kam bë vepra të mira. Sikurse është xhihadi në rrugt të Allahu xhella xhelal. Sikurse është ndalja në betejë me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam. War rasulu yad'ukum, e pejgamberi ju thret, ilayya ibadallah, te unë rob të Allahut. Ato asnjëri se kthen shpinën. Fa athabakum gham bi gham. E Allahu për këtë ju shpërbleu me çfarë? Me mërzi për mbi mërzi. Me piklim për mbi piklim. Me ngushtim dhe siklet gjoksit. Çka ka ndodhur me pejgamberin Allahut? Pse s'mund t'i përgjigjem? Sa ezane i dëgjoj dhe nuk ju përgjigjem. Sa hadithe i lexoj hiç s'ma dridhin zemrën. Sa ajete i lexojm për ditëshmërinë time, hiç nuk e kom gajl. Vjen një hadith, pa i dyti, pa i treti, janë të mira për statuse, po nuk janë të mira për zemrën time. Janë të mira të lexojmë rrjete sociale, po nuk janë të mira të zonë pjesë në prioritetet, listën e prioriteteve të mia në përditshmërinë time. Janë të mira për gjithkund, por jo për jetën time. Fa athabakum gham bi gham. E Allahu thot, Allahu për këtë ju shpërbleu mërzi për mbi mërzi, Allahu na rujt. Për shkak njeriu nuk e shikon, se një gjina është nuk. Një gjina është i cili i bot kujt, i bot Allahut Jalla Jalaluhu, likej la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. E thot që të mos trishtoheni për atë që ju iku dhe për atë që ju goditi. E Allah është i dishëm për çdo gjë që bëni. Sahabet, cilët kanë ik, nuk e kanë ditë se çfarë ndodh në Uhud. Khalas, është pre ajo, janë pre informatat përmes së cilave ato do ta dinë, a është i gjallë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, apo a është i vërtet lajmi, kush është vrarë, kush nuk është vrarë. Detajet nuk i dinë. Dhe kjo është një siklet tjetër, apo? Është çështje siklet, nuk e dinë çka ka ndodhur me kë, me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. E Allahu thot në ajet tjetër: "E walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha", e kur juve ju goditi sprova, ka për qëllim vrasjen e sahabeve. Në Uhud 70 sahabe janë vrarë. Qad asabtum mithlaiha, dërsa ju patët godit dy fishin e saj. Çka kanë godit? Kanë godit dy fishin, se kanë vrarë 70 në Bedër dhe 70 i kanë robru. Do me thënë, ju jeni sprovu me të njëjtin numër, por i dy fishuar. 70 keni vrarë dhe 70 keni robruar. Kultum anna hadha, that prej nga na erdhë kjo. Sahabet janë habit, prej nga na erdhë kjo. Qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Thuaj, kjo është nga vetet tua, e Allahu ka mundësit absolute. Ajeti çfarë na thot, vëllezër? Allahu na thot, thuaj, kjo është nga vetet tua,
është prej jush. Kjo ka ardhur si rezultat i veprave tua. Wallahu ala kulli shay'in qadir, ndërsa Allahu ka mundësi të bëjë çdo gjë. Si më thon Allah, Allahu ka mundësi pa marr parasysh çka bëni ju në këtë dynjë, Allahu ka mundësi t'ju jep juve fitore. Apo? Ani ato e kanë thyer urdhnin, ato nuk e kanë dëgjuar pejgamberin Allahu, nuk prish punë. Allahu mund të jep fitore. Megjithatë nuk është mënyra se si Allahu jep fitoret. Në fjalë tjera, gjithë kjo potere është bë për këtë pjesë të dynjas, ndërsa ai që jep dynjan dhe ahiretin është kush? Është Allahu. Atë pse nuk dëgjohet dhe respektohet urdhri i tij, po joshemi mbas gjëra të kalueshme, të cilat kanë mundësi që të ndikojnë negativisht në rrugtimin ton drejt Allahut xhella xhelaluhu. Dobi e 4. Lufta është sigjal. Çfarë do të thonë sigjal? Shqipe shikova përkthimi, po se m'pëlqej përkthimi. Sigjal është diçka e cila sot jepet dikujt, nesër jepet dikujt tjetër. Do të thonë është me radhë. Sot fitoj unë, nesër ti. Dhe kjo i ka ndodhur pejgamberit Allahut alayhi salatu. Nga se nëse merr ti dhe analizon luftat e pejgamberit Allahut, nuk janë gjitha fitore të qarta, apo? Huneni është fitore e qartë, Taifi është fitore e qartë. Ka mundësi që në disa prej betejave pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam orët e para të betejave ka humb shumë njerëz. Po fundi i fitores ndoshta ka qenë i tij. Sidoqoftë, el harbu sijal. Lufta është sigjal. Sot dikush e ka fitoren, nesër e ka dikush tjetër. Transmeton Imam Buhariu, gjithashtu edhe Muslimi sahihat e tyre, nga Ibn Abbasi, nga Ebu Sufjani radhiyallahu ta'ala anhuma, se Ebu Sufjani ka shku në Sham, në Ilija. Edhe atje ka qenë perandori bizantinëve në atë kohë, Herakleu. Ebu Sufjani ka qenë prijesi i Qurejshve në këtë kohë. Dhe e thret Ebu Sufjanin, edhe merr një përkthyes dhe shokët e Ebu Sufjanit. Thot do të pyes do pyetje. Por ama, nëse gënjej shokët tu dhe mbojnë me isharet se je duke gënjej. Ebu Sufjani thot, e disha se nëse rej, nëse gënjej, asnjëni prej shokëve nuk do të më tradhton. Çfarë bese, ha? Ri sa dush, nuk më tradhtojnë ato mu. Ama, nuk ka qenë besimtar. Megjithatë thot, kisha turp që të thot dikush se ka gënjejt Ebu Sufjani. Dikush të më përshkruaj i gënjeshtër mu. Sot hosh gënjen o vlla. Hutbe na mba, namaz na falen. Edhe e shen muhabet për ditë që më rënavec është. La haule wa la quwwata illa billah. Apo? Nëse Reali ka ku e di 3-0, ai thot 7-0. Për sende banale, për muhabet e kot gënjen. Mos flasin që ne t'japim atij amanet librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e dietarëve. Ku është amaneti, vëlla? Ebu Sufjani mushrik, armik i përbetuar i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, përpara se ta pranoj Islamin, thot wallahi, po të kisha gënjejt asnjëri prej shokëve, nuk më kishte tradhuar. Megjithatë, e kam inat, më vjen turp që dikush të më thot se kam gënjejt. Kështu që Ebu Sufjani e pyet. Një pyetje, 2, 3, një varg pyetjesh, për cilat kena fol shpesh. Një prej pyetjeve, të cilën ja parashtron Ebu Sufjani, thot, "Wa hal qataltumuhu?" A keni dalë në luftë kundër tij? Thot Ebu Sufjani, po. Thot, dhe kush ka fitu? Keni luftu kundër atij. Kush ka fitu? I thash, thot Ebu Sufjani, el harbu sijalun bejnana. Lufta mes nesh është her ato e her ne. Her ai nga vjen e her ne nga vjen. E pasi i përfundon pyetjet Ebu Sufjan, ai Herakleu, i thot Ebu Sufjanit, dhe të pyeta, o Ebu Sufjan, të pyeta për luftën që e bani me atë. A luftoni? E tha që po. E ti më the që her fiton ai, e her fitojmë ne, e kështu janë luftrat dhe sprovat e pejgamberëve. Derisa Allahu ja jep përfundimin devotshmërisë. Përfundimi është i devotshëm vëllezër. Wal aqibatu lit taqwa. Përfundimi i takon devotshmërisë,
wal aqiba lil muttaqin, dhe përfundimi ju takon vetëm të devotshmëve. Jo atyre të cilët shtiren se janë të devotshëm. Jo atyre të cilët shiten se janë të devotshëm. Nga se devotshmëria, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, et-taqwa hahuna, et-taqwa hahuna, et-taqwa hahuna. Këtu është devotshmëria. Duke treguar me isharet ka gjoksi ti, jo ai cili na shtiret, ose ti shtiremi ne dikujt se jemi devotshëm, nga se takvallëku në shikon Allahu në zemrat dhe shpirtrat tonë, përpara se çojnë elementet e saj njerëzit në këtë dynja. E përfundimi ju takon këtyre, nuk ju takon atyre të cilët shtiren. E kundërta e kësaj, është se Allahu xhelle xhelaluhu kur ju ka dhënë fitoren sahabeve, ju ka dhënë fitoren atyre në momentet kur ata i kanë pat zemrat dhe shpirtrat e tyre të zhveshur nga çdo lidhje në këtë dynja. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa laqad nasarakumullahu bi Badr." Allahu juve ju dha fitore ku? Në Bedër. Mirë po Allahu tregoi gjendjen e tyre në Bedër, wa antum adhilla, duke qenë ju të poshtruar dhe nënshtruar para Allahut. O Allah, s'kemi as kënd dhe as gjë përpos ndihmës tënde. E Allahu ju dha fitore. Në të kundërtën, Allahu tregoi mendësinë dhe tregoi brendësinë e sahabeve në Hunain. O yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum, dhe ditën e Huneinit kur juve ju mahniti numri i madh i juaj, dhe si ju bani juve as pak dobi kjo. Hiç dobi si ka. Jeni mahnit me numrin tuaj. 12.000 sahabe. Për spari her numër 5 shifror. I ka mahnit sahabet. S'ka akush në bomba. Po si ishte ashtu. Në Bedër ishin 300 e sa burra. Dhe Allahu ju dha fitore për shkak të zemrave të tyre. Andaj nëse ne duam fitore, fitoria jote fillon prej këtu. Fillon nga zemra jote. Jo nga muhabetet tonë. Jo nga urtësit dhe mendimi jon për ne sa taft jemi. Ne jemi taft vetëm me Allahun, dhe s'jemi asgjë pa Allahun xhelle xhelalu. Pa marrë parasysh nivelin e IQ-s, inteligjencës tonë. Pa Allahun unë e ti o Allah s'jemi asgjë. Hiç kur gjë. E pesta, ka mundësi që dashuria për këtë dynjë të infiltrohet në zemrat e njerëzve të mirë. Njeri i mirë nuk do me thonë se do në dynjan. Njeri i mirë e do në dynjan. Dietar, sahabe, ky e do në dynjan. Çdo kush e do në dynjan. Po e rëndësishmja është që dashuria për dynjan mos na çoj, mos na shtyj t'i shkelim kufijtë e Allahu xhelle xhelaluhu. Betejë e Uhudit ka shpalos një element në zemrat e sahabeve, të cilin as sahabët se kanë ditë se është mesin e tyre. Abdullah ibn Mesudi çfarë tha? Nuk e kam ditë se në mesin ton ka njerëz që e duan dynjan, derisa Allahu zbriti për betejën e Uhudit, minkum men yuridu dunya wa minkum men yuridu al-akhirah. Për ju ka që e duan dynjan dhe të tjerë të cilët e duan ahiretin. Abdullah ibn Mesudi thot, nuk e kam ditë që në mesin ton ka burra të tillë që e duan dynjan. Nuk është problemi nëse duam dynjan. Problemi është kur për dynja sakrifikojmë ahiretin. Për plaçk lufte është sakrifikuar urdhri i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe më pas ka ardhur katastrofa. Për dynja dhe për joshjen e kësaj dynjaje kemi humb shumë çka në këtë dynja vëllezër. Për dynja kemi humb shumë çka në këtë dynja. Mos flasim për ahiretin. Mos flasim për ahiretin. Andaj pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam një ditë prej ditëve duke ecë me sahabët dhe duke adresu këtë problematik tek sahabët, mesin tuaj, tash, ne si jemi tash, ka njerëz që e duan dynjan. Unë mund t'jem taj. Ky i cili flet për para jush mund t'a dojt dynjan shumë më shumë se sa ju që mendoni. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e din se kjo gjë infiltrohet në zemrat e burrave të mirë. Kalon një ditë prej ditëve me sahabët dhe e shef një dele të ngordhur. Dhe po ju thot atyne, a e shihni këtë dele të ngordhët? Tha sahabët po. Tha pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam, sa vlen kjo te pronartë e kësaj dele? Kush e fugon një dele të ngordhët?
Pse e fugën realisht? Ta heke prej shtëpis vet, pa pastërtin, apo erën e keq. Tha, sa mendoni, a vlen kjo diçka te pronarët e saj? Tha, nuk vlen asgjë. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kështu është edhe dynjaja. Nuk vlen tek Allahu asa një flet mushkonje. As që kash, jo, kjo shumë është. Asa flete e mushkonjës. E po të kish vlej tek Allahu sa flete e mushkonjës, nuk i kish dhënë qafirit ujtë pije. S'ka hiç vlerë tek Allahu xhelle xhela. Megjithatë, kjo gjë e pavlefshme dhe dashuria për të mund të infiltrohet në zemrat e burrave të mirë dhe të keni kujdes për dynjas. Andaj për fjalëve të fundit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte ittaqud dunya. Kujdes nga dynjaja. Ju jeni të mirë. Megjithatë, ka mundësi të ballafaqohena me këtë gjë. Ajo është që të shkelim interesat e dinit të Allahut për interesa të kësaj dynjaje. E gjashta vëllezër. Betejë e Uhudit na ka treguar diçka. Ajo është se shahidi nuk është, ose shahid lëku, nuk është rrugë të cilën ja zgjedh njeriu vetes së tij. Shahid lëku është përzgjedhje e Allahut për dikë prej robërve të tij. Me shahid lëk, Allahu nuk e begaton çdo një njeri. Tha Allahu xhelle xhelaluhu. Në ajetin që e lexuam pak më herët, wa yamsaskum qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithlu. Nëse juve ju ka godit një sprov, i ka godit edhe ata një sprov e ngjashme. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas, dhe kështu në ditët i sjellim mes njerëzve. Wa liya'lam Allahu alladhina amanu, që Allahu t'i dalloj ata të cilët kanë iman, wa yattakhidha minkum shuhada, dhe që Allahu të përzgjedh prej jush shahida. Shahidllëku është privilegj dhe përzgjedhje e Allahut për këtë doj prej robërve të tij. Andaj tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, shpresoj të luftoj në rrugë të Allahut dhe të vritem. Thumme uhja, fa uktel, dhe më pas të ringjallem dynja, dhe përsëri të vritem. Thumme uhja, fa uktel, dhe përsëri të ringjallem dhe të vritem. Pejgamberi Allahut ka shpresuar pozitën e shahidllëkut. Pse? Nga se Allahu xhelle xhelaluhu për njerëzit e zgjedhur, ka zgjedhur shoqërinë më të mirë. Ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alejhim. Njerëzit e mirë, njerëzit e devotshëm do të jenë me ata të cilët Allahu i ka begatuar. Minan nabiyyin, was-siddiqin, wash-shuhada'i was-salihin. Këto 4 grupe. Pejgamberët e Allahut, shahidat, nebijin të sinqertët, shahidat edhe njerëzit e mirë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është në krye të tyre. Megjithatë, shpresonte në Allahun që Allahu t'i jep shahidllëk. Shpresonte në Allahun që të regjistrohet në listën e Hamzës dhe shahidave tjerë të Uhudit. Allahu xhelle xhelaluhu këtë pikëllim për këta burra të vrarë i bani krenari për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ummetin e tij. E shtata. Sprovat dhe belat e kësaj dynjaje janë urë e njeriu drejt xhennetit. E në këtu më boni Allah, për du të ndalem pak. Për shkak se ne jetojmë me një kohë vëllezër, kur gjithë shka është e lehtësuar. Është e lehtësuar në mënyrë e konsumimit të ushqimit, është e lehtësuar në mënyrë e konsumimit të informatave, është e lehtësuar kontakti me njëri tjetrin, është e lehtësuar gjithë shka. Gjë e cila në mënyrë automatike i bën njerëzit përtac, për të menduar jashta asaj e cila i servohet. Njeriu nuk ka vullnet, as nuk ka dëshirë, as nuk ka kondicion të ndjek atë e cila është e vlefshme. Ndërsa nëse ne shohim rrugën kuranore, Allahu na ka treguar qartë që sprovat janë urë drejt xhenneteve të Allahu xhelle xhelaluhu. Tha Allahu xhelle wa ala: "Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum." Tha Allahu: A keni menduar?
A keni menduar që do të futeni në xhennet e mos t'i di Allahu ata që prej jush kanë dhënë mund të madh, wa ya'lam as-sabirin, e mos t'i di dhe mos t'i dalloj Allahu ata prej jush të cilët kanë bërë sabër të madh? Nuk ka xhennet pa përpjekje, nuk ka xhennet pa sabër. E Allahu e tregon këtë rregull në surën Al-Ankabut në fillim. Alif Lam Mim. E hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? A kanë menduar njerëzit që ne do t'i lëm të thonë besuan e më pas nuk do të sprovohen? Kështu ke mendu se imani është i lirë? Thuj la ilaha illallah dhe u kry punë. Thuj la ilaha illallah dhe jem firdaus me Abu Bekrin. Po, duam firdaus me Abu Bekrin, veprat tona duhet ju ngjajnë veprave të Abu Bekrit. Duam firdaus me Omerin, veprat tona duhet ju ngjajnë veprave të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. E pse them duhet ndalem të kjo vëllezër? Nga se sikur kjo vale e lehtësimit të gjithçka në jetën tonë moderne ka filluar të infiltrohet dhe në jetën tonë vetare. Hajde se xheneti fitot me një fjalë, pa sabër, me humbje kohe, me pralla, me gibet, me gjyna ndaj Allahut, me akuza, me etiketime, bën çka dush, po thuj vetëm se je musliman. Ja Allah. Me do e mos thush se je musliman. Me do e mos thush se je musliman për ty në xhennet, mirë po pas thënjes, me do e mos që këtë thënje ta vërtetosh me vepra. Ti qëndrosh besnik Allah. A di çka jam unë? Unë jam musliman. E se jam musliman nuk e them këtë. A di çka jam unë? Unë jam musliman. E se jam musliman nuk e bëj këtë. Nuk ka rrugë të shkurt drejt xhenneteve të Allahut. Rruga drejt xhenneteve të Allahut është shtrim me çfarë? Me vështirësi, me lodhje, me sakrificë dhe mund. Dije këtë nga momenti që zgjohesh për ta falë sabahin. Ngrohtësinë e shtratit tënd dhe familjes tënde. Çohesh dhe ndoshta abdes duhet marrish më të ftohtë. Apo? Në moment. Po këto vështirësi do të bëhen pjesë e stilit cili ne jetojmë për ditëshmërinë tonë. Kështu kanë jetuar shokët e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. E teta vëllezër, Allahu xhalla xjalaluhu i ngushlloi zemrat dhe shpirtrat e sahabëve, duke ju thënë atyne: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Mos u pikloni dhe mos u dobësoni. Wala tahzanu, mos u pikloni për humbjen e këtyre burrave përreth jush. Sikur Allah i flet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe atyre të cilët kanë humb familjar dhe shokët e tyre. Po është për tu dobësu, është për tu, si me thonë, dëshpru, është për tu mërzit se kemi humb burrat ndej. Mirë po Allahu i thot entumul a'laun. Jo jeni më të lartët. Status jo të vazhdon të jetë në këtë lartësi përderisa je besimtar. Pa marrë parasysh sprova sa është e dhimbshme për ty. Pa marrë parasysh se sa herë kur zgjohesh për ta bënë një ibadet dhe për ta zbatuar një urdhër të Allahut, gjithë shejtanat e dynjas çohen kundër teje, gjithë shejtanat e xhineve çohen kundër teje, nefsi jo thot rri se gjithë janë çu kundër nesh, po ti e din se kjo lartësi, ky status nuk mbahet vetëm se duke zbatuar atë që e don Allahu xhalla xhelalu. Wala tahinu, mos u dëshpëro. Wala tahzanu, as mos u piklo. Wa antumul a'laun, duke qenë ti më i lartë. Si me ju thonë Allahu sahabëve, nuk i takon atij që pretendon lartësi morale ndaj tjerëve, të jetë i pikluar dhe i dëshpëruar. Ti je ummeti pejgamberit Allahut alayhis salam. Burr 40, 50, 60 vjet. Na gjendje të piklimit sa që harron që është robi i Allahut dhe se gjithçka që ndodh në këtë dynjë ndodh me leje prej Allahu xhalla xhelaluhu. Pejgamberit Allahut sallallahu ai ka ardhur lehtë që të varros trupin e Hamzës, të masakruar, të coptuar. Pa ka ardhur Hamza, pa ka ardhur ai tjetri, të gjithë cop. Pas kësaj Allahu asvret këtë jetë. Wala tahinu. Nuk takon dëshpërosh vëlla. Nuk takon të piklohesh deri në atë drejtë
sa ta zbresësh tënde nga pjedestali i lartësisë dhe e përësisë morale, se ti e pasuesi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E nanta, Allahu xhelle xhelalu ju flet sahabeve, me gjithat nuk haron Allahu që të përmend përfundimin e atyre të cilët kanë dalë kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata janë popujt mohues, popujt mosbesimtar. Deri në atë kohë, a ka pat popuj që ka truar, popuj mohues që vran pejgamberin e Allahut shumë. Andaj Allahu zbret ajete. Dhe ua përkujton këtë gjë sahabeve. Ku janë popuj që janë harruar? Ku janë popuj të shkatruar? A i dim sahabet e atyne? A i dim ata me emra, me mbiemra, çfarë kanë vepru? Ata që i vran pejgamberin e Allahut, asnjë se dim. Faraonit nuk ja dim detajet e jetës atij. Me gjitha ato dhëna historike. Kur gjon s'dim. Dërsa dim për sahabet e pejgamberit Allahut ose detajet më të imta të jetëve të tyre, biografive të tyre. E Allahu ua përkujton këtë gjë sahabëve. Qad khalet min qablikum sunan. Edhe përpara jush kanë ndodhur shumë ngjarje dhe histori. Fesiru fil ard. Esni shpërndahuni nëpër tokë. Esni lëvizni udhtoni nëpër tokë. Fandhuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. Dhe shikoni se si ishte përfundimi i përgënjeshtarëve. Atyre që përgënjeshtruan argumentet e Allahut dhe pejgamberit e Allahut azza wa jall. Shiko popullin e Lutit. Shiko popull tjerë. Çfarë ka ndodhur me ata? Fesiru fil ard, esni nëpër tokë. Lindje në perëndim. Verien jug. Shiko përfundimin e këtyre popujve. Dhe fundit vëllezër, dhe me këtë e përfundojmë, do bie 10. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam ka qenë në këtë betejë me një situatë në të cilën nuk kishte qenë asnjë ditë më herët përpara kësaj betejë. Po ashtu edhe sahabët. Kjo për shkak të lajmit se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte vrarë. Dhe Allahu zbret ajet enkas për këtë gjë. Dhe ju thot sahabëve: "Wa ma Muhammedun illa rasul qad khalet min qablihi ar-rusul." Muhamedi nuk është vetëm se i dërguar, dhe përpara atij kish pat të dërguar. Efe immat au qutil. Allahu tash tregon realitetin e hidhur, të cilin plot prej sahabeve kishin harruar se një ditë prej ditëve do duhet ballafaqon me ta. Nëse ai vdes, alayhi salatu wasalam, ose vritet, Allahu jep ja kët. Njëna me dojë mos tjetë. A do t'i ktheni ju rrugës tuaj të vjetër? A do t'i ktheni ju stili tuaj të vjetër? E sahabet në këtë betej u ballafaquan me ardhjen e lajmit se ka ndruar jetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, se është vrarë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. E kështu thot Ibn Qayyim, lidhur me këtë gjë. Ngjarja e Uhudit ish një parahyrje dhe përgatitje për atë që do të vinte, do me thanë, vdekjen e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu i qortoi sahabet që u tronditën kur dëgjuan lajmin e rem se ai alayhi salatu wasallam ishte vrarë, duke thënë se nuk adhurojnë Muhamedin, por Zotin e Muhamedit që është i gjallë dhe nuk vdes. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk u dërgua për të qëndruar në këtë dynja përgjithmonë. Ai u dërgua që të përcjell fenë e Allahut dhe njerëzit të vdesin mbi tauhid dhe mbi islam. Kjo është misioni. Të përcjell dhe ne të vdesim me iman. Dinin Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj nuk duhet që vdekja apo vrasja e tij t'i kthejë njerëzit mbrapsht nga feja. Kur ai të vdes, besimtari duhet të qëndrojë i patundur në dinin e tij. Kjo është mësimi përfundimtar i betejës së Uhudit. Që ju o sahabe, që ju o musliman, do të vjen dita kur do të ballafaqoni me këtë realitet të hidhur, ajo është vdekja e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dobia e fundit, cilën doja ta paraqes para jush, lutë Allahun xhella xhelalu që Allahu na jep dituri dobishme. Allahu ta bëj jetën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam mundësi që ne të reflektojmë secili për ne, se çka bëjmë për dishmërinë tonë, e po tishim pranit pejgamberit Allahut alaihi wasallam dhe në shoqërinë e tij, çfarë kishim vepruar në këto situata për cilat jemi duke lexuar dhe për cilat jemi duke shpjeguar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah i shpëlbej.